a mendoni që nga kjo protestë do dali diçka? Tani këto protesta masive, qytetare, që po i mësojnë botës vërtet që shqiptarët që kanë të kulturuar. Unë shpresoj që ka një dritë në fund të tunelit, nëse do i referohem fjalisë tënde. Shiko, vërtet këto protesta si asnjëherë më parë kanë ngjallur shpresë tek njerëzit. Dhe nëse nuk arrihet diçka vetëm deri këtu, njerëzit kanë zgjuar ndërgjegjjen e tyre. Njerëzit kanë zgjuar analizën e tyre, kanë filluar të analizojnë dhe po rrjedhoj dhe nëse këto protesta dështojnë ose mbyllen me kaq pa arritur diçka konkrete, vetë zgjimi i njerëzve do të thotë që planifikimi i tyre për të ardhmen do të jetë ndryshe. Madje dhe vetë politikanët dhe vetë partitë tradicionale të politikës shqiptare hesabet do t'i bëjnë më ndryshe. Jam i bindur për këtë, pavarësisht se mund të shikojmë një lloj arrogance, por deri këtu protesta ka arritur diçka të rëndësishme. Thënë të drejtën, njerëzit nuk do të lodhur. Por a të mundur që gjithë kjo turm të marrë një drejtim, dhe një diçka konkrete, është e frytshme, dhe jetë e frytshme për ata vetë, për ne vetë, gjithë qytetarët e këtij vendi, është e frytshme edhe për vetë politikën shqiptare. Pra duhet patjetër një strukturë, domethënë, politike, një strukturë ligjore, që në kërkesat që kanë të marrin, domethënë një rrjedhë ligjore, për ndryshe e gjithë kjo energji do shkojë dëm. Pra politikat dhe kërkesat do të jenë më të qarta, do të jenë më të përmbajtura ligjërisht, do të marrin një formë ligjore, dhe nëse është e mundur me fjalë mund të ketë dhe sukses. Në fund fare do futesh ngar. Për ndryshe domethënë mos e lëni popullin aq shumë me marshime të gjata, të lodhshme, të cilat domethënë do konsumohen dhe sloganet do konsumohen një ditë dhe në fund fare pastaj nuk është vetëm lodhje fizike, është edhe lodhje psikologjike. Patjetër. Sepse ai investon aq shumë emocione, po le të themi te kjo protestë, që në fund nëse dështon është zhgënjim i madh për të. Në 35 vjet ndodhi diçka dhe pastaj në fund fare nuk bëm asgjë. Ai mund t'i humbi shpresat për 50 vjet.